duke pas parasysh që veni juj nuk ma ka dhonë çmimin Nobel për paqë, edhe pse unë i kum nal ma shumë se 8 lufta, 8 plus thot. Unë nuk e ni ma obligim që me punu për paqë. Ka me fillu me menu çka është mirë për Amerikën. Që kjo është pak a shumë një mesazh që Donald Trump ja ka dërgu dje kryeministrit Norvegjis Jonas Støre, ku po ashtu i thot atij që nuk kesh far dokumentit shkruam që Grenlanda i takon Danimarkës. Bota, thot Trump, nuk është e sigurt përderisa Amerika nuk e merr kontrollin e plot e total të Grenlandës. Faleminderit shumë. Fillimisht, kryeministri i Norvegjisë ja ka nis Trumpit një mesazh, se janë goxha shok. Edhe i ka thonë, a mundesh bre mu zbut pak rreth ishullit Grenlandës, tem kjo që po e ndon si kur gjë tjetër deri tash Amerikën edhe Evropën. E Trumpi, jo që nuk e ka shqyrtu kërkesën e kryeministrit Norvegjisë, po e ka renu edhe pak. Kanë kalu vesh një vjet prej kur Trump është rikthy në shtëpinë e bardhë. Kurse dinamika e ngjarjeve për një vjet është konë qaq e shpejt sa është bo e pamundun me i përcjell tana në mënyrë meritore. Para disa ditëve ka ndodhur Venezuela, e morën Maduron, e nxorën gjyq, u harru tema. Ndodhen protestat në Iran. U dok që Amerika e Irani dojnë me i shti brinat, të dyjat u zbutën kapak, Irani nuk i pushkatoj protestust, Amerika i hungji avionat. U harru edhe kjo temë. Hala jena mrena një vitit. Në ndërkohë, po vazhdon lufta në Ukrainë, po vazhdojnë përpjekjet për paqen, lindjet mesme, është bon një farë bordi i paqes, Beliaquni dhe Edi Ramës, një ftesë për me u bo pjesë që ati bordi. Kërkush nuk po është në gjendje me saktësi me thonë, a është të jaktru Trumpi që është budal, në mënyrë që kundërshtarët me thonë, lëshoja rrugën, a një me është budal. Këtu ka dallim të madh, ndonë se në formulim nuk po do këtë shumë. Nëse një lider i një shtetit fuqishëm se Amerika aktron budallën, atëherë jetu i projektu pa qartësi të kundërshtarët, e cila ka njëherë në politikat mëdhaja është tepër e rëndësishme. Me konë ata të pa qartë çka ka me bo. Nëse je budall, jetu i projektu pa sigurit të miqt, e cila është tejet dekurajuse që ata me vazhdu me punu me ty. Për shembull, për shkak zhvillimeve të fundit me tarifa, Kanada ka fillu me hjek dorë për një raporti special me Amerikën. Kryeministri i Kanadës shkoi në Kinë me pa mundësinë e një bashkëpunimi të thellë në mes Kanadës edhe Kinës. Krerët e Bashkimit Evropian që dy net janë pa gjumë, nuk po din qysh me usill me zhvillimet e fundit në Grenland. Trumpi ka thonë që ka me ngarku me tarifa 10% shtesë mollnat e 10 vene të Bashkimit Evropian, cilat vene para disa ditëve i kanë qenë një 30 ushtarë në Grenland. Janë shtu zonat në Evropë që nëse Amerika i qet tarifa mollna të Evropës, edhe Bashkimi Evropian duhet me i qit tarifa mollna të Amerikës. Mirë po edhe matutje. Kërkush për i krerëve të Evropës nuk po ka guxim më thonë ta mën me zonë plot këtë sen. Ma shumë në për media, ma shumë për shperitje. Në Evropë edhe matutje po shpresojnë që situata qetësohet, që Trumpi nuk e mon fjallën për tarifa, që Trumpi tërhiqet për kërcënimit që ka me marrë Grenlandën, ja me hatër, ja me zërë, që ka thonë, easy way or hard way, në Evropë po shpresojnë që ka me u kthy kundër Trumpit edhe vetë partia ati, janë disa senatorë dhe përfaqësues dhomës përfaqësuesve të Partisë Republikane që një mend po i thojnë Trumpit, nalu pak se Evropën i kena aleat, jena bashk NATO, që 4 ditë në faqen e editorialeve New York Times ka pas shkrime që i kanë shkru figurat më të rëndësishme morale të politikës evropiane, duke i bo thirrje Amerikës, aman zbutu pak se dën me na tranu. As që bohet fjalë
që nëse don Amerika me morë me zër, Evropa nuk ka çka me i bon Grenlandës. Mirë, po gjithashtu, as që bëhet fjalë, nëse hyn Amerika me zër me morë Grenlandën, NATO merr fund. Nëse shteti më i fuqishëm i NATO-s e pushton një pjesë tjetër territorit NATO-s, atëherë pushon me ekzistu çfarë do arsye e ekzistencës së kësaj organizate që ka linë mas luftës së dytë botërore. Nëse për kaq pak kohë Trumpi e ka ridefinu, le të themi, arkitekturën e sigurisë botërore, atëherë edhe mesët dhe armist veç janë të i pyet, çka ka me bë ky njeri edhe 3 vjet? Atë sa i kanë metë ati minimumi edhe 3 vjet, deri në fund mandatit. Në sondazhe Trump nuk është i dol mirë kohëve të fundit. Ama në mandatin e dytë presidentat e Amerikës nuk mërziten shumë për sondazhe. Ma shumë mërziten se çka po lajnë mas vetës, çfarë trashëgimie politike. Trump kur e pyetën një ditë në intervistë në New York Times, pra disa ditëve kur ke i ftuar aty, në fakt kur kanë ata gazetarët e New York Timesit të ftuar në shtëpi të bardhë, e pyetën çka të nal ty mas me bë diçka, Trump tha morali jam. Kjo veç i ka të merru njerëz tonë në bon botës. Një politikan du të me pas pengesa pak ma serioze se sa moralin e vetë para se me bombardu një shtet tjetër. Pengesat e radhës që mundet me i dal, me i pas Trump rrugës, janë zgjedhjet që kanë me umajt në nëntor të këtij viti, ku në Amerikë votohet për 1/3 e Kongresit, 1/3 e Senatit, 1/3 e Dhomës Përfaqësuesve. Krejt po shpresojnë që Partia Republikane bile i humb që ato zgjedhje, edhe Kongresi bjen në dorën e Partisë Demokratike, e cila kish me aqit Trumpit do pengesa, posaçërisht në politikën e jashtme, siç janë ndërhyrjet e edhe tarifat. Pastaj, nëse ç'kjo nuk ndodh, duhet me i prit zgjedhjet e përgjithshme që janë edhe 3 vjet. E këto 3 vjet po duket që nuk po kalojnë kurrë. Shtetet e vogla, të pafuqishme, sikur që ky joni, duhet me u munu me bë gjithçka që mos me rënë sy. Mundësisht as për mirë as për keq, që thojnë me fluturu në radar. Këto që ka po ndodhin në botë, në vitin e funit, nuk janë sportet leta. Si më thonë, të shkon kryt, edhe kërkush nuk mundet më ardhë me takoj dertin, me takoj të hallin, a me të një mu. Sponsorët videove të mija, si që dini janë Riga Farm, që është kompania ma madhe farmaceutike në Kosovë, Jus Kosova, Kofe Pavin, Buzhala Estate.